يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد falënderimi i takon Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, selavatet ja çojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që kanë pasuar e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur musliman, xhamatllin të nderuam, kësaj radhe do të flasmi edhe për një prej mrekullive të pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është gjumoja e pestë ose mrekullia e pestë që do ta përmendmi rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e pastaj në gjumot e ardhshme inshallah, nëse im shënë rahat e vazhdojna ato ku kemi mbetur tek historiku i Nuhut alaihi salam. Sot do të flasim rreth një prej mrekullive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka pasur të bëj ose që lidhet me Abu Jahlin, Firaunin e këtij umeti një, dhe pastaj që lidhet edhe me Suraq ibn Malik. Suraq ibn Malikin që edhe kë është kanë bon pastaj sahabi, shok i pejgamberit. Dhe mrekullia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që lidhet me këta dy, po i përmendni sot me lejen e Allahut Azza wa Jall. E para që ka të bëjë me Abu Jahlin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim davetin e tij, thirrjen e tij në Mekë e bëri fshehurazi. E bënte fshehurazi për 3 vite me radhë. E pastaj filloi me bohoptazi. Po kur filloi me bohoptazi, filloi me asaru gjendjen pak të mushrikinëve, i dhujtarëve të asaj kohe, smushin me boj pejgamberin smushin me po dikan duke u fal për Allahun, ndërsa kur ata i kishin putat e vet. Dhe prej atyre që falken këtë drejtim as shumti ose që i shkënte edhe fjala, ishte Abu Jahli, Firauni i këtij umeti. Dhe ai ju tha: "O ju njerëz, a është e vërtet dhe këto që a thot këtë fjalë që ka thënë Abu Jahli ja kanë transmetuar fjalën tek Sahih Muslimit edhe në koleksionet e tjera të Buhariut pak e tjera, por përbi veç ato të Imam Muslimit." Edhe i tha: "A është e vërtet që pejgamberi ose ai nuk i thë pejgamber po i tham, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po falet në mesin tuaj para syve të ju po falet? A është e vërtetë këtë?" Ata ja kthyen: "Po valla e vërtetë është, po vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po falet te Qabeja, ato po falet, edhe s'po kin çemi bon." Atëherë tha Abu Jahli tha: "Wallati wal Uzza la in ra'aytuhu yaf'al dhalika la at'anna ala raqabatihi aw la u'affiranna wajhahu fi at-turab." Tha pasha Latin dhe Uzan. Pasha Latin dhe Uzon kanë qenë 2 prej putave që kanë pasur në Mekë. Është betuar në zotat e tyre, pasha zotin Latin dhe zotin Uzon. Ndërsa sa për informim neve nuk na lejohet në umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk I lejohet mu betuar kërkan tjetër, vetëm në Allahun Azza wa Jall, në fjalën e tij dhe emrat e tij, ndërsa diçka tjetër nuk lejohet mu betu. Ai u betu, pasha Latin në fakt ishte mushrik. Tha pasha Latin dhe Uzon: "Nëse e takoj tha unë pra
Pra ka e vërtet që ai po vi ka mu fal. Nëse unë e takoj, tha Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, ose kam ja shkel qafën e tij kur bjen sejdë, kam ja shkel dhe me ja ndrydh fort qafën me kam, kam ja shkel, ose tha fytyrën e tij kam ja qit në dhë dhe me ja shtyp, qysh ai mu fal këtu te na në Mekë. Edhe ashtu ndodhi. Ashtu ndodhi, domethënë që erdhi pejgamberi sallallahu, erdhi mu fal. Mirë, po kjo do e keme qu fjallën në vend, se kishte edhe emër, edhe kishte rreth që rrethënt edhe njerë që ndjekshin Ebu Gjehlin, edhe tha që tash ja ka dhejta unë e qefin ati. Kur u afru, deshti me shkel pejgamberin në qafë, atër janisi po ban qështu me dur Ebu Gjehli. Janisi si kur po dënë me shty diçka, edhe eci më ropa. Kur bani qështu, kjo ishte pjesa mrekullia e pejgamberit, këto ishte. Atër u shty mrapa, ata xhamati i tij i than, "Ha çka u bë?" Ebu Gjehli ata nuk i thoshte, "Po ha çka u bë që u shtyn e mrapa?" Aja nisi dhe tha, "Inna bayni wa baynahu la khandaqan min narin wa hawlan min ajniha." Wallahi tha, unë nuk mujta pota për me shkel në qafë pejgamberin, por nuk mujta me ju afru, tha se në mes meje dhe ti u bo një hendek. Një grup e madhe e zjarrt, tha njëherë dhe kishte edhe flatra poshtë ato. Dhe flatra zbërthysit nga thonë kanë qenë flatra si flatra të engjëve të melaikeve. Thanë poshtë zjarr hendek, që po të shkësha dësha me ro, edhe për që ta tha une u largova. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tha në këtë hadith, "Law dana minni la akhtafannathu malaikatu adwa." Wallahi tha pejgamberi, sikur ti ishte afru edhe pak, ai jo që kishte me ron grup, në grupën që e ka po Ebu Gjehli, por sikur ishte afru edhe pak, ta kishin me coptu me lajket edhe me bot copa Ebu Gjehlin, pse ai po don me ardh, po mirë që u shty më hopa, se po të vikëta, patën me bo me lajket copa. Kjo është mrekullia e pejgamberit sasam, që i u bo hendek një prej qafirave mushrikineve më të mëdhajt asaj kohës, i u bo hendek që mës me ardh me arrit e pejgamberi dhe me shkel pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe shkoku i kësojna, si mbas shumë mufesirinve Ibn Kathirit, Kurtubijut, Tabarijut, tefsirul Xhelalein, kushin një tefsirat këta, e kanë përmend se shkoku i kësojna ka zberit, pastaj ka zberit një pjesë e një surës Al-Alaq. Suratul Alaq, që një pjesë ka pasë zbrit në fillim të shpalljes, mi po një pjesë tjetër zbriti prej ajetit Ara'ayta alladhi yanha. Allahu tash e zbriti do ajete për mjaft tërhek vërejtë njerëzve. Ky ka qenë mësim për Ebu Gjehlin, por një herët ka është mësim për krejt umetin deri në kiamet. Tha Ara'ayta alladhi yanha. A nuk e pa ti ju pra Ebu Gjehlin që do i ke menol dhe me ndalu pejgamberin që mos me bo namaz, abden idha salla. A nuk e pa të pra njerin Ebu Gjehlin, tash kuptuat ajeti, a nuk e pa të Ebu Gjehlin që do i ke me ndalu rubin ton Muhamedin sallallahu alaihi wasallam që mos mu fal. Ara'ayta in kana 'ala al-huda. E çka mendon ky Ebu Gjehli tash, kur nëse pejgamberi pra është në të vërtetën, pse po tenton me nal? Nëse ky pejgamberi është në udhëzim, në rrugën e drejtë, pse po tenton me ndal? Au amara bit taqwa. E nëse qysh po don me nal Muhamedin sallallahu, kur ai edhe Muhamedi sallallahu po thret për të mirë, po thret për devotshmëri, po thret për rrugën e drejtë, qysh po don me nal? Ato, ara'ayta in kadhaba wa tawalla. Yani si do të jetë pra gjendja e Ebu Gjehlit që po e përgënjeshtron pejgamberin, edhe me inat po e mohan, me inat, se në shumë vendën tefsir është përmend me inat për shkak se këtë e ka njoft që është pejgamber, vetëm se për inati, pse fisi ti s'ka tash pejgamber, që shkan fisi Quraysh, fisi tjetër që shka pejgamber, fisi ti nuk kanë, atëherë për qëta për inati nuk e ka besutët. Alam ya'lam bi anna Allah yara. A nuk është ka edin Ebu Gjehli se Allahu është ka e sheh se çka po ban Ebu Gjehli. Allahu po e sheh veprimet e tij. Këtu ajete kanë zbrit për Ebu Gjehlin, por vlen për krejt umetin. Sikur kjo vlen edhe për ata që tentojnë me i nol muslimanët mos mu fol.
Ata që tentojnë me nol muslimanët mos mu fol, ata le ta dinë se Allahu Azza wa Jall është ka i qarton edhe ata dhe Allahu është ka ja sheh veprimet e tyre. Kalla, vazhdon ajetet, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Po kurse si, nëse ai vazhdon me kryenësinë e tij, vazhdon me ndalu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mos mu fol, mos me fol namaz pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do ta kop me një kopje të vrazhd për ballukën e tij. Për ballukën e tij nasiyetin kadhibatin khati'a, se sa ballukët gënjeshtare dhe rënacake të gabuar ka Abu Jahli. Sa interesant edhe kjo pjesë, ata që mirën me disa zbulime që i bojnë që ka fol edhe në aspektin e shkencës, kanë thonë pse Zoti nuk tha do ta kopi për gjuhën e tij, kur prej gjuhës po i qet fjalët, edhe po e përgënjeshtron pejgamberin, po tha për ballukën e tij. Në plot ko shkencëtar të kohës së sotit kanë thonë se fjalët mas pori formohen në ballukën e njeriu, e pastaj gjuha veç i qet. Sa preciz këto kanë marrë vesh vën, Allahu qysh atëherë para 1400 viteve ka thonë do ta kopmi ballukën gënjeshtare, do ta kopmi dhe çka është interesantja, kjo vlen do ta kopmi edhe në dunjë vlen, por edhe në ahiret. Do e kop Allahu Azza wa Jall për ballukën e tij, edhe e hedh në xhehenem qysh ti e ke nol Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mi po kjo i ka ndodhur Abu Jahlit edhe në dunjë. Në luftën e Bedrit, kur pas ndodh lufta e Bedrit, që kena fol pak për to, do të flasim atë të ardhmen, kur u mbet Abu Jahli, ku ka Firauni këtij umeti u mbet në luftën e Bedrit, dhe ata pa vetë dije ose pa e perceptu këtë çështje hiç, i është pru koka e Abu Jahlit të kopur për ballukën e tij. Allahu ja boni balluka e tij me konë kopur edhe në dunjë për domin që ka bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe në ahiret më kop edhe më hedh në zjarmin e xhehenamit. Allahu vazhdon faliyad'u nadiyah. Atëherë ky Abu Jahli Firauni këtij umeti le të thirr parinë vet, që po pretendon se unë e kokush më ndjek mu, e kokush hec mbas meje, le t'i thirë dhe popullin e vet, le t'i thirë të krejt, se në dru zebania. Në ditën e gjykimit, kur ta kopin na për balluke, na do t'i thirëmi atëherë me laqet e vërashta, që janë enkas për mi kop, mi që njerëzin xhehenem. Atëherë na t'i thirëmi, ky le t'a thirë mujt me shpëtu për prej asoj gjendje, le t'a thirë popullin e vet, edhe parin e vet, ana kana mi thirë ato me laqe, kella, la tuti'uhu wasjud waqtarib. Ti o Muhammed mos ja merr fort çka po thot, mos ja merr për ofër zemrës çka u ka thënë Abu Jahli, edhe çka po pretendon me bë, edhe çka po munohet me bë, mos u ban marat. Ti veç bani sejdë Zotit, veç bani namaz Allahut, kudo që ti jesh, mos tanin. Bile kjo është për shenjë që pejgamberi ka qenë mbrojtur nga Allahu. Kudo që ti jesh ti bani ibadet Allahut, se Allahu ka me të mbroj ty. Këtu për ajete zbritën për shkak që Abu Jahli tentoi me shkel pejgamberin sasam. Pjesa e mrekullisë është këtu që ai tentoi me shkel, ju afru mi pa Allahu ja buni hendek të zjarrt, edhe me loçet i rishin po të afër që me shkel komën hendek patën me coptu Abu Jahlin. Kështu është ngjarja kjo, njëna prej mrekullive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe mrekullia tjetër që përmendin, që thash do ta përmendni, është Suraqa ibn Malik. Suraqatu ibn Malik është ka qenë njëri i cili e ka njoft rrugëtimet. Për shembull, çka rrugë që në filan veni ka ditë me njëk çtu rrugë. Edhe çka më bën pejgamberi sa erdhi koha që pejgamberi më bën hijret. Ata mushrikinët u mërzitën qysh më na dol Muhamedit i vetë gjallë pitujt. Se tash Muhamedi me dol, atë pa shkon në Medinë, atje në Medinë e mboni grupi muslimanëve, ky më shku më i bashkangjitën te lashe, i than një pjesë e Abu Jahli këta, i thanë qysh, kush e zën Muhamedin i ka 100 deve. 100 deve me thonë nashta, si me thonë tash po të bëjnë milioner. Kush ma zën Muhamedin ma cilë këtu gjalla po të vdekur, milioner ka me bone, 100 deve i ka. Disa kanë thonë 100 për Abu Bekrin, që ka qenë me thonë Abu Bekrin, 100 për pejgamberin. Pra milioner me bove kush ma vjen pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të vdekur. Dhe janë nisën njerëzit me Allah kot, ku ka shkaj, e lëp, e pejgamberin najti në shpel, që më shef, po një 30 najti. Së në gjetën, po ka diri Zoti, kur sa dul pejgamberi, se kana me fol për na mrekullin shpel, amu her tjetër. Edhe sa dul pejgamberi, se prej shpelës, edhe ju flok Suraqa ibn Malik që kë. Pse? Se ku janë nesen, ku shkotën me një prej kabileve që u qujke, Bani Mudlij, ku shkotën ato, lëp qenë të lyp, jemi të lyp Muhammedin, se sa, jemi të lyp të duna me mytë, me të gjalla për të mytë me këtyn, se na kanë dho pare shumë.
edhe deve shumë. A i tha, valla nuk pëdi, tha, këtu ishte tashmë këtë fanejen, që të fa kabilen. Tha, nuk e di vish një 2 veta i kom po, tha, një 2 zi që t'je lartë, tha. Po, sigurisht, tha, qaj do të me konë, tha, Muhamedi dhe Ebu Bekri. Mirë po, Suraq ibn Malik i interesoj ke pasuria për veti. E që është ju interesojnë plas njerëz, edhe sa për veti veç. I interesoj ke pasuria për veti, tha. Ja, tha, nuk është ajo. Jepet këtu një filoni dhe filoni, përmend 1-2 emra pa kona ta hiq. Tha, filoni janë të lypi ka huk diçka, tha, se unë di, tha, se unë një vrugisat. Tha, ata 2, tha, janë veç. Ata, kur pon kështu, u kry, s'ka kaj, pra, edhe u kësëtën, nuk e vazhdojt në rrugën ka që atu 2 zezat, dhe mon, pejgamberi sa sam, edhe Ebu Bekri, ky i tha, shërpturit të vetë, Suraq ibn Malik, i tha, këshë mas qadrës ti që atu, dil mas qadrës, mos miret vesh, merr makalin tim, tha dhe unë i marë tani atu shtizen edhe shigjetën atu i marta, edhe në qati me një kodrin, qati më larta, qati takom typi, edhe nisa shkojt i zonë one. Edhe që mos të morin vesh këta, që mos t'i fitojnë parët këta, po veçon e divitaj. Edhe unes, qashtu vepraj, tinza unes, kur ju afru të pejgamberi, edhe të regon vetë historikun e ti, pastaj e të regon Suraq ibn Malik. Që kjo Suraq, kjo thët, vëllatët e këshirësha Ebu Bekri usil këher kënej, e këshirë këher kënej, që mos rastisht, po vjen dikush për esulman pejgamberi, tha me ruj. Pejgamberi tha s'ja një keq. A i veç hec këtë dhe lezej këtë Kuran. Kur gjë ma shumë. Edhe tha unë ju afruva. Mi po, tu ju afru, tha unë dësha me afru me mytë. Ebu Bekri tha, i tha, pejgamberit, oj dërgumi Zotit, tha, Suraq, tha, na u karon trag neve. Suraq ibn Malik na karon trag për dërme në mytë. Pejgamberit tha, u lutë këndër meje. Kur u lutë këndër meje, tha, unë nuk isha jo shumë largë, tha. Sa me thonë, një 2-3 metra, kështu, lartë ty një, tha, malë shumë kolin tem, tha, e shëtën komt, ju sharëtën komt në dhe. Ju sharëtën komt. Edhe tha meta, tha, e dita që një përshak dosta, edhe tha, o ju tha, o Muhammed, e di që këtë që ka mdo dhe u sharej koli këtë, është përshkak dostonë dhe juve dëve, tha. Dostonë dhe të Ebu Bekri, tha. Lutë në Zotin që të më tha, nuk ju muci ma. Lutë në Zotin që të më dzirë prej qituhit, tha, nuk ju muci ma dhe si shpërblim bili kam javon juve që krejt tashone kanë të ashe që është jonë këtë drejtim, për të kjo kam i këthym vropa. Pejgamberi u lutë edhe njëherë, dujë kolë. Edhe pse disa transmitime janë pak të dëpta, ka transmitime që kur e ka ndollë kom, a pet ka ndollë 100 dhejve shumë bërë janë, a pet ka të ndu, ka ta mës, a pet e ka në shumë kom. Ka i rosh pishman, mu ju. Edhe njëherë u lutë me mund zjerë koli, kur unë zjerë, a pet 100 dhejve shumë, edhe herë, 3 herë ka ndollë me transmitime tjera, ju këto që e kene këtu përbodën, të muslimit. Edhe, mërën si, e po mo që i hupi shpresat. Tha, mo, tha, nuk, edhe pse ishte interesant Suraq ibn Malik, e po këtë mrekulli, që u lutë pejgamberi e ngrehit tu, e ngrehke kom të kodit edhe e zonke, mrekulli pa që si besej. Edhe pastaj, tha di qëto, u këtë qita është ta mu talon fjallën që mu këthejnë mbropa. Po tha di qëtë vëllojbe, tha ko që problem pe kam, tha se adin se 100 dhejve janë. Pejgamberi, shka i tha? Mos të bënë mëra këta. Këtheu mbropa. Tha dhe unë të premtoj diçka ma të modhe se kaqë. Në transmitimet e tja, jumë të muslimit. Qka, edhe pse ka pak hilet, po imam Shafije ka përmen. Ka thonë, qka na premtën ti diçka ma shumë, unë të premtoj që a je knaq ti mi post në ndurë bilëzëkt e mbretit Persijës. Bilëzëkt, ato që kënë gjitë mbretit asojnë e kënë gjitë për zbukurim në ndurë, të farë pjesë. A je knaq mi post bilëzëkt e mbretit Persijës, mi post në ndurë? Kjo që ditë, mbretit Persijës të halejshde, tha, po i knaq jam, do t'i kishta. Po atër tha, a më jep në e fanë në nshkrimi ti që unë do t'i kem bilëzëk të mbretit Persijës në ndurë, kisë ras, tha, po shtuja, tha Ebu Bekri. Ebu Bekri për thetë ati rrugtari që ishte me ta që ka posëm në Amir ibn Fuhajra, shënaj ata, ja shënaj, prej Muhamedit, pejgamberit Zotit, edhe qështu që ka ndodhi, lafi, edhe ja dha letën. Kur u këthe ke rrugës anejna, ishte ke njerës të orë, më këpani të shku, pa shku në pendjek me Muhammed, më së bani marë, se këtës sështë, unë e pejsoj rrugë, këthe unë ndi rrugisa, amë Muhammedi kënena nuk është, më së bani marë, këthenu. Edhe në këtë transmitimin e muslimit të interesant, paraditja e ti ke armek, edhe sulmu si pejgamberit, mas ditja e ti ke mbrojt si pejgamberit. Sallallahu alaihi wasallam. Në rëndësi, kur erë koha, shkoj pejgamberi e bon hijretin, edhe kur u këthy, pjesa e mrekullisë, po do t'mja bo me shenjë, pjesa e mrekullisë ku shërëshin kom të kolit kur bajke do pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shkoj pejgamberi, e bon ishte, ku e kuha mu qirliru me keja në qatë ditë, në qatë ditë mbili,
ose pak para se mu qliru me këja, shkoj niti Suraq ibn Malik, që kë niti, tha qkoj, tha unë atë ta pranejis të homin, thash. Kur shkun, mi po sahabit ishin rejtit, edhe do i tutën si ku po dojnë me sulmu, se mës po vjen që këmë në sulmu. A je merë ka atë fletën e kishërujt, fletën që ja ka dhon pejgamberi, edhe që ki përpjet, ja Muhammed, o Muhammed, unë jam Suraq ibn Malik, që ma fletën e kam që këna bu mardheshje me ty. Pejgamberi tha, shënja rrugën. Ku e Suraqa, edhe pranaj islamin Suraqa. Dhe kë ka pas jetu tani edhe pas vdekjes pejgamberit, në kohën e Abu Bekrit, në kohën e Omerit, por ka pas jetu edhe në fillimin e pjesës të kohës së Uthmanit, tani pa të vdek. Po çka ka interesantja tjetër, në kohën e transmetimit që ka punë Imam Shafiu, ka pak hilet në zinxhir, edhe në kohën e Omerit u çliru Persia. Edhe ju zonë si ganimet në luft. Ganimet është kur zhjet lufton me një armik, edhe i zën armë, i zën sene. Prej ganimetit luftit ishin edhe bylëzëk të mbretit Persisë asin kohë. Kur e hypi Omeri në hutbën e Atishit, edhe tha, ma thirmani Suraqan se doj ke me qu me ju kallëzu njerëzve që ky pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ky pejgamberi s'ka fol prej hamendjes së tij, por ka fol vetëm me shpollje. Qys mas so viteve e ka tregu pejgamberi. Apo që mas so viteve mendoj kjo çështje, edhe tha thirma Suraqa tash po vjen me një farë shtoke, edhe ishte mo do vjet tash, ko shumë plak ishte bon, edhe ko që kryllosur kështu, edhe po vjen, tha Suraqa, ky pejgamberi tha, a e ki dëshmien letrën që ta ka pasë dhon pejgamberi, tha po valla, e kam tha hale e rujat letër, edhe nxjerri Suraqa letrën, që tha, bimna që tu letrën, kur peshe, letrën prej pejgamberit Muhammedit, pejgamberit Zotit, tek Suraq ibn Malik, kur vje puna që ty, kur vje puna më shpërndo ganimet ty, kanë me t'i dhonë bylëzëk e mbretit Persisë, tha merri Suraqa. Bilin dhe transmitime tjera, edhe teshat e keqe ka post të orit, ja ka dhonë Suraqas. Që merri për shkak se pejgamberi kështu ta ka pas dhënë fjalën, ty o Suraqa. Edhe njerëzit janë nisën e bëtë këbirate sene, për ato që u vërtetu shpallja ose u vërtetu henez, u shtu, sa të vërtetë kishin, po u shtu bindja në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që ishte pejgamberi i Zotit. Këtu ishin dy prej mrekullive, dhe kjo është për xhumaja 5 që flas për mrekullitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishin dy prej tyre e inshallah ndërkohë kaniherë do ta përmendni edhe ndonjë mrekulli tjetër të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që neve të na shtohet bindja henez. Dashuria të na shtohet ndaj këtij pejgamberi dhe dëshira dhe shpresa jon që me taku këtë pejgamber mas porin ditë gjykimit, më na ose më ndërmjetësu e me pi ujna prej haudit të tij, kronit të tij, e pastaj edhe me ndërmjetësu edhe për neve në ditën e gjykimit, e pastaj mu taku me to në ditën kur të himin xhenet inshallah hina, mu taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra më na vështu dashuria për këtë njeri më të mirin që ka shkel në rrezullin toksor. Të ishin përset Elusë Allahun Azza wa Jalla të na fat na mëshiron. Elusë Allahun Azza wa Jalla në xhenet me pejgamberët të na takon të na bashkon. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.